I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala unabbiukum bi khayri a'malikum." A doni t'ju tregoj për veprën më të mirë tuaj? "Wa azkaha 'inda malikikum." Që është më e larta dhe më e pastër tek Zoti juaj, te sunduesi juaj. "Wa arfa'iha fi darajatikum." Ajo që ju ngre më së shumti lart gradat tuaja. "Wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal-wariq." Që është më hajër për ju se dhënia lëmosh e ari dhe argjendit. "Wa khayrun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Dhe që është më e mirë për ju se ta luftoni dhe ta godisni ose ta takoni armikun tuaj duke goditur shpinat atyre, qafat atyre dhe duke goditur ata qafat tuaja. Qalu bela ya Rasulullah, kanë thonë po, i dërguari Allah na trego, ka thënë dhikrullah, është dhikri i Allahut. Dhikri i Allahut jep jetë zemrave dhe shpirtave. Në dy sahihet nga Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu është transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuruhu mathalu al-hayy wal-mayyit." Shembulli i atij që e përmend Zotin e tij, që i bën dhikr Zotit e tij, dhe atij që nuk e përmend, është si shembulli mes të gjallit dhe të vdekurit.